Miq, dua të ndaj me ju një super lajm. Këtë fundjavë që shkoi, ishte një gjë shumë e madhe, historike për vendin tonë. 62 kisha nga qytetet ndryshme, fshatra të ndryshme, bën 281 pagëzime. Ishte shumë e veçantë ky lloj uniteti për të demonstruar atë që Perëndia po bën në Shqipëri. Kaq shumë njerëz shpallën që Krishti është Zoti i jetës tyre. Është gëzim shumë i madh për secilin prej nesh, veçanërisht për ata që u pagëzuan, për të treguar dhe manifestuar lavdinë e Perëndisë të Krishtit në jetën tonë. Në një ditë në vende të ndryshme pagëzohen dhe shpallin që Krishti është Zot, i Zotët e mbretërit mbretër. Unë falenderoj shumë domethënë dhe lëvizjen Jezus 33, idenë që dha për të mbledhur trupin e Krishtit së bashku dhe për të sjellur gjithë besimtarët dhe vezët tanë në një vend për të lavdëruar Perëndimin. Pagëzimi është një shpallje publike e jashtme e një përkushtimi të brendshëm. 281 persona janë 281 dëshmi, janë 281 jetë njerëzish që shpallën publikisht. Unë besoj që Krishti është Zot, që Krishti është Perëndimtar. Prandaj, festoni me ne, lutuni me ne. Na kontaktoni nëse doni të dini më shumë. Zoti ju bekoft.